Komisionerja e BE-s për zgjerimin Marta Kos në një konferencë me kryeministrin Edi Rama në Bruksel, tha se ecuria e Shqipërisë në rrugën europiane është mbreslënëse. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Bruksel, atje ku po zhvillohet konferenca e 6 ndërqeveritare me BE-n dhe do të hapen 4 kapituj të radhës në lidhje me procesin integrues. Shpejtësia e Shqipërisë është mbreslënëse. Ende nuk kam bërë një vit në këtë detyrë dhe është hera e 4 që hapim kapitujt. Kjo na çon në 5 grup kapituj dhe 28 kapituj të çelur. Ka mbetur edhe një dhe s'kam dyshim që do ta bëjmë këtë gjë së shpejti. Shtetet anëtare janë të përkushtuar që të shënojnë progres kur të përmbushin kriteret, po të përdorja termin do të jetë më shpejt, lart e fortë dhe një punë në ekip. Ka një trekëndësh të fortë që mbështet procesin e zgjerimit në tërësi. Ky rezultat është rrjedhoi e punës së autoriteteve shqiptare që kanë çuar para reformat dhe sidomos gjatë këtij viti. Reformat që u kërkojnë kandidatëve kërkojnë ndryshime themelore. Vendi juaj po tregon se mund të bëhet dhe se BE e shpërblen këtë ndryshim pozitiv. Vazhdoni kështu me këtë ritëm duke u siguruar që të përfshini parlamentin, shoqërinë civile, sidomos për fusha kritike si reforma në drejtësi e pavarësia gjyqësore. Në momentin që t'i çelim të gjithë, do të nisim menjëherë që t'i mbyllim sa më shpejt dhe brenda 2027-s. Agenda e gjelbër, reformat që përmban ndihmojnë që rritja ekonomike e Shqipërisë të shkojë krah për krah me mbrojtjen e pasurisë natyrore të Shqipërisë, u shpreh Marta Kos.